Dita e njëjtë e 17 prillit nisi me një protestë para kuvendit të Malit të Zi. Në protestë është kërkuar nga deputetët që në kuvend të mos votojnë për projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes me Emiratet e Bashkuara Arabe, që ka të bëjë me turizmin dhe zhvillimin e pasurive të paluajtshme. Apeluan që të pritet mendimi i Komisionit Evropian, Agjencisë për Mbrojtjen e Konkurrencës dhe Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Kryetarja e shoqatës jo qeveritare Martin Schneider Jakobi, Zene Palika dhe drejtoresha e Qendrës për Mbrojtjen dhe Studimin e Shpendëve, Jovana Janjušević, gjatë protestës para ndërtesës së parlamentit, thanë se këtë tubim protestues e ka organizuar nisma Plazha e Madhe apo Rena e Madhe. Të thanë se i gjithë procesi po zhvillohet në mënyrë të përshpejtuar dhe jo transparente, dhe se nuk janë përfshirë as personat profesionistë dhe as komuniteti lokal. Janë mbledhur disa organizata jo qeveritare të nivelit kombëtar, dhe më thënë Qendra për vëzhgimin e zogjve dhe mbrojtjen dhe vëzhgimin e zogjve është kryesisht marrur me kampanjen e cila ka përcjellur gjithë këto si thot kumtesa në publik, dhe këtu janë përveç CIZIP-it është Mati Schneider Jakobi, është NVO Pro, është CDE, ishte Ozoni, ishte Ekopatriotizmi, janë shumë organizata edhe Mansi. Dhe ne kemi përbërë një dokument për të informuar publikun, por sidomos institucione ndërkombëtare dhe kombëtare, për çfarë bëhet fjalë. Siç e keni thënë, është një padrejtësi, bëhet fjalë për një mungesë transparence sa i përket zhvillimit të plazhit madh. Ne edhe pse kjo marrëveshja nuk shkruan decid që do të bëhet aty në plazhin e madh, por ju e dini vetë si ka filluar kjo punë. Ka filluar prej tenderit dhe pastaj u zhvillua një ide marramense dhe krejtësisht e jo e qëndrueshme, e cila parasheh ndërtimin në tërë 12 kilometër të plazhit të madh. Dhe ne normal si organizata jo qeveritare e cila merret me mbrojtjen e mjedisit, por edhe me të drejtat e njeriut, se këtu ka të bëhet edhe me drejtat e njeriut, jemi kundër. Pse? Sepse duhet komuniteti lokal duhet të pyetet. Duhet duhet të pyetet komuna e Ulqinit, e cila përfaqëson komunitetin lokal. Dhe këtu janë bërë disa anashkalime dhe sidomos tregon një mos respekt ndaj komunës Ulqinit, dhe me thënë gjithësisht ndaj kryetarit dhe administratës të komunës Ulqinit, por edhe të qytetarëve. Kam thënë në fjalimin tim që tash 30 ditë po protestojmë dhe po grisim zërin dhe me asnjë mënyrë nuk po na përgjigjen. Dhe përgjigjet e tyra janë rreme, do të thotë ato ne na përfaqësojnë si të ishim njerëz të cilët nuk e kuptojnë. Fare mire kena kuptuar, fare mire kena analizuar marrëveshjen dhe ajo thotë që këtu nuk bëhet vetëm fjalë për një mos respektim të një popullate minoriteti, për këtu bëhet fjalë për një destruktimin e një zone të jashtëzakonte e cila është në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar e mbrojtur, e cila është shumë e lidhur me Kriporën e Ulqinit dhe Detin e Bunës, dhe këtu bëhet fjalë për një gjë. Bëhet fjalë për një gjë e cila është jo transparente dhe në mënyra si po e bëjnë ad hoc ose kaq shpejt tregon se këtu mshehet diçka tjetër dhe që ato nuk duan që ta nin zanin e qytetarëve. Prandaj jemi mbledhur këtu dhe jam shumë falënderuese që organizatat na janë kyç iniciativës tonë dhe kjo bëhet fjalë për mbrojtjen e territorit të Malit të Zi. Kuptoni, nëse kjo shkon, atëherë nuk është vetëm pyetja e plazhit të madh, por është pyetja e disa territorave të cilën e kanë, si thuhet, e kanë në fokus këto nuk di si të thoj entitete dhe të cilat në fakt zvoglojnë territorin dhe si thuhet napada, ju si thuhet po
suverenitetin e shtetit të Malit të Zi. Prandaj duhemi çdo herë të ngritemi në këmbë dhe të tregojmë jo, mjaft. Çfarë nëse sot deputetët do të votojnë? Çfarë duhet bëjmë si qytetarë apo si organizata jo qeveritare në bashkim? Por ne kemi marrë jashtëzakonisht shumë masa, jemi duke informuar, ne duhemi të jemi, si thotë, robust dhe të mbrohemi ndaj PR strategëve të këtij grupi minoritet, sepse për ditë po shihni se plasira, ju si thotë, informatat të cilat, si thotë, e zvogëlojnë edhe tregojnë se nuk është aq e rrezikshme kjo, por është e rrezikshme dhe ne si qytetar nuk guxojmë me ranat, si thotë, atë nuk di si thotë, po grazie. Domethënë duhemi të kuptojmë, kjo ka të bëjë me të ardhmen e qytetit tonë, kjo ka të bëjë me ardhmen e gjeneratave në të ardhmen dhe duhemi të kundërshtohemi. Ne nuk ndalohemi këtu sot. Poštovani mediji, željela bih da vam se obratim ispred Centra za zaštitu i proučavanje ptica koji su organizatori ovog događaja, ali i drugih 36 organizacija koji su podržali našu inicijativu Velika plaža ili Velika laža. Danas se u Skupštini odlučuje ne samo o velikoj plaži ili o bilo kojem drugom kutku naše države, već se odlučuje o suverenitetu naše zemlje. Ovo govorim iz razloga što sporazum koji treba danas da se ratifikuje u vidu zakona, sporazum u oblasti saradnje na temu turizma i razvoja nekretnina, sadrži u sebi jako problematične stavke. Ovo nije samo pravno manjkav dokument, ovo je istovremeno i nezakonit sporazum. U javnosti su se mogle pojaviti oprečne izjave sa različitih instanci vezano za ove sporazume i oni su se uvijek odnosili na sporazum o ekonomskoj saradnji između država i taj sporazum nije problematičan. Problematičan je upravo onaj sporazum kojim će bilo koji investitor koji dolazi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata imati status povlašćenog investitora. A šta znači status povlašćenog investitora? To znači da taj investitor neće morati odgovarati pred našim organima, niti će morati poštovati naše nacionalno zakonodavstvo. I tu će najviše problema imati priroda, a posle prirode i ljudi, jer mi ne možemo živjeti bez zaštite prirode, odnosno kvalitetnog biodiverziteta. Čovjek je nespojivo vezan za njega. Kada govorimo o velikoj plaži, iako ona nije sam predmet ovog sporazuma, možemo reći da je velika plaža jedan od najvrijednijih ekosistema koje možemo pronaći na obali. Tu su u pitanju različiti tipovi staništa koji se štite ne samo kod nas, nego i na evropskom nivou. Velika plaža treba i jeste potencijalno Natura 2000 stanište koje će to postati ulaskom u Evropsku uniju i tada postati dio najveće mreže zaštićenih područja. Velika plaža je problematična i zbog Ulcinjske solane koja je završno mjerilo pregovora u okviru poglavlja 27. U javnosti smo mogli da čujemo da ovaj lokalitet nije još preciziran, iako se put da se betonira velika plaža datira još iz 2007. godine, kada su počeli prvi pregovori o ovom lokalitetu. Također strahujemo da će onog trenutka kada neki investitor odustane od velike plaže biti napadnuta Buljarica, biti napadnut Durmitor ili Biogradska gora. Zaštićena područja premijeru i poslanicima danas ne znače ništa. I to je ono što je problematično, jer mi smo, ako možemo da ih podsjetimo, po Ustavu ekološka država. Ali bojim se da smo to samo na papiru, ne i u praksi, ne i u izgovorenoj riječi. Ovo je postao samo jedan tužan epitaf. Što se tiče sporazuma, on je nezakonit i zbog toga ne samo što derogira nacionalno zakonodavstvo, nego što ne podrazumijeva i nikakvu odgovornost investitora, odnosno entiteta, kako se to lijepo naznačava u samom sporazumu. Ne postoji kontrolni mehanizam kojim bismo mogli na bilo koji način dovesti odgovornost ukoliko bude došlo do oštećenja životne sredine, ono što štitimo Zakonom o zaštiti prirode.
Ovo je problematično iz više razloga. Tražimo i apelujemo na poslanike danas da jednostavno ne glasaju dok ne dobijemo mišljenje Evropske komisije, dok ne dobijemo mišljenje nadležnih institucija kao što su Agencija za sprečavanje korupcije i Agencija za zaštitu konkurentnosti. Ovo je proces koji se galopirajuće vrši na jako netransparentan način i bez uključenja stručne javnosti i lokalne zajednice. I samo manje od 20 dana od potpisivanja sporazuma mi ga imamo na dnevnom redu Skupštine. Pa čak i na taj dnevni red je ovaj sporazum postavljen na netransparentan način u 5 do 12, odnosno minut više od 24 časa koliko je bilo potrebno. Nga ana tjetër, kryetari komunës së Ulqinit, Genci Nimanbegu, tha se kryeministri Milojko Spajiq po i shtyn investitorët nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe se duan që propozim ligji për miratimin e marrëveshjes me këtë shtet të hiqet nga rendi i ditës i kuvendit. Këtë qëndrim ai e shpriu pas një takimi me kryetarin e kuvendit Andria Mandić, ku u diskutua për këtë çështje. Sipas Nimanbegut, ata kanë kërkuar që marrëveshja të mos së shqyrtohej fare në kuvend, por nëse megjithatë përfshirë në rend të ditës, atëherë të mos votohet, pasi bie ndesh me kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi. Ne si komunë kemi mbajtur tani takimin me kryetarin e kuvendit zotrin Mandić, ku e kemi shprehur kërkesat tona që kjo mos shqyrtohet sot në rend të ditës të kuvendit, që për arsyet pse është e damshme për Ulqin, jo vetëm për Ulqin, për gjithë Malin e Zi, dhe ai si kryetari i kuvendit i kemi shprehur qëndrimin jo vetëm unë, por gjithë anëtarët e delegacionit ton, përse nuk duhet kjo të hyjë në rendite. Një marrëveshje kaq e mshekt, kaq e shpejt, e cila do të bëjë një dam ekonomik i cili do të ketë pasoja shkëtruese për komunitetin tonë në Ulqin, është përgjegjësi jo vetëm e kryeministit i cili ka propozuar, por është përgjegjësi edhe kuvendit, edhe gjithë deputetëve të cilët eventualisht ato do ta votojnë. Ky është antikushtetues, abolon dhe nënçmon gjithë ligjet tjera planifikimit dhe nëse Malezi do të thotë që është shtet i së drejtës, ai duhet të jetë gjitha po bijnë poshtë nëse aprovohet ky lloj i ligjit. Cila ishte përgjigjja e kryetarit? Kryetari i kuvendit u shpreh që do të kenë një kolegium ku do t'i tregojnë shqetësimet tona dhe përpos shqetësimeve tona do të vendosin çka do të bëhet me këtë pikë. Ka marrë si konsiderat iniciativën tonë dhe do të shohim përgjigjen që kjo mos shqyrtohet tani. Ne kemi nisur mesazhin tonë, mesazhi jonë është i qartë, nuk mund të mshehen mas marrëveshje politike, nuk mund të mshehen mas iniciative që i bën qeveria, shumicës parlamentare, por to duhet qartë të thohet. Kush, edhe i kam shprehur edhe kryeministrit, ato personat të cilat do të votojnë këtë marrëveshje do të jenë armiq tonë. Për mikrofonin e televizionit të UTA, një përkrahje u dha dhe nga Leanca Qytetare e Kroatëve, të cilët thanë se nuk do të jenë pro këtij vendimi. I moj i Hrvatske građanske inicijative da je ovakav sporazum neprihvatljiv i potpuno razumijemo građane Ulcinja, potpuno razumijemo političke prvake albanskog naroda u Crnoj Gori, izražavamo im duhovnu blizinu i solidarnost u ovim trenucima i mi nećemo podržati ovaj sporazum i protiv toga smo da se on nađe na dnevnom redu, a ako se nađe na dnevnom redu, mi ćemo biti protiv. Kuvendi i Malit të Zi zhvilloi një seancë të tensionuar, në të cilën u debatua për marrëveshjen për bashkëpunim ekonomik me Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat janë propozuar nga qeveria e Malit të Zi. Edhe përkundër kërkesave, me 47 vota pro dhe vetëm 5 kundër, deputetët miratuan që këto marrëveshje të përfshihen në rendin e ditës. Kryeministri Milojko Spajiq e quajti këtë marrëveshje një mundësi të jashtëzakonshme për zhvillimin ekonomik të vendit. Ai theksoi se nuk po flitet për projekte konkrete, por për një marrëveshje kuadër ndërmjet dy shteteve, që sipas tij ka potencialin të gjenerojë investime që mund të arrijnë deri në 35 miliardë euro. Spajiq shtoi se investitori i përfolur nga Emiratet, Muhamed Alabar, ka shprehur interes për investime të mëdha në sektor si industria, bujqësia, energjia, teknologjia, turizmi, infrastruktura, telekomunikacioni dhe shumë të tjera. Sipas tij, kjo është një mundësi për një transformim të thellë ekonomik. Megjithatë, opozita dhe përfaqësues të disa partive shqiptare, si deputeti Ilir Çapuni nga Aleanca Shqiptare dhe deputeti Mehmet Zenka nga Unioni Demokratik i Shqiptarëve, shprehin shqetësim për mungesën e konsultimeve dhe për përfshirjen e mundshme
të zonës së plazhit të madh në Ulqin pa marrëveshje të qarta paraprake. Çapuni ngriti çështjen e fluturimeve të helikopterëve mbi Ulqin dhe kërkoi më shumë transparencë, ndërsa Zenka propozoi që marrëveshja të tërhiqej për shkak të mungesës së bazës ligjore, propozim që u refuzua nga qeveria. Në mbrojtje të marrëveshjes, kryeministri Spaj që theksoi se asnjë qytet specifik nuk përmendet në dokument dhe se kjo është një marrëveshje ndërqeveritare që synon të krijojë kuadër për investime të mundshme. Ai u shpreh se projekte konkrete do të diskutohen më vonë me komunitetet lokale dhe se qeveria nuk ka ndërmend të vendosë për asgjë pa dakordësim më të gjerë. Ai kritikoi opozitën për, siç tha ai, retorik të ulët dhe për përpjekje për të sabotuar një mundësi të madhe zhvillimi për Malin e Zi. Kundërshtimet nuk munguan as nga partia opozitare malazeze. Deputeti Boris Mugosha nga Partia Socialdemokrate ngriti çështje për mos përputhje në përkthimin e tekstit të marrëveshjes nga anglishtja në gjuhën malazeze, duke thënë se disa pjesë ndryshojnë thelbin. Ndërkohë Nikola Rakočević nga Partia Demokratike e Socialistëve theksoi se një marrëveshje e tillë nuk mund të përkrahet pa transparencë dhe pa informim të plotë të publikut për projektet dhe investitorët konkret. Përfaqësues të shoqërisë civile, si Vanja Çalović nga organizata MANS, shprehen shqetësimin për procedurat e përshpejtuara dhe kërkuan që vendimarrja të mos bëhet brenda natës. Ajo gjithashtu paralajmëroi për mundësi që marrëveshja të përdoret për aktivitete të paligjshme, si kontrabanda e duhanit, duke përmendur faktin se cigaret nga Dubai mund të magazinohen në portin e Tivarit. Në mbledhjen e Komisionit për Ekonomi, Financa dhe Buxhet, deputetët miratuan dy mendime të rëndësishme për kalimin e marrëveshjeve për shqyrtim të mëtejshëm. Edhe pse pati debat të gjatë, që zgjati afro 8 orë, shumica votoi në favor të kalimit të marrëveshjeve në fazën tjetër të procedurës parlamentare. Marrëveshjet përfshin bashkëpunimin në turizëm, zhvillimin e pasurive të paluajshme dhe forcimin e lidhjeve ekonomike mes dy vendeve. Një përplasje e veçantë u shënua në mes të kryeministrit dhe kryetarit të komunës së Ulqinit Genci Imanbegu, i cili kritikoi qeverinë për mungesë transparence dhe quajti qasjen e saj një sistem paf, ku vendimet merren pa konsultim dhe pa bazë reale. Imanbegu theksoi se është absurde të përmendet se Ulqini do të arrijë 10 milion net qëndrimi turistësh, ndërkohë që i gjithë Mali i Zi nuk ka pas 7 milion në vit. Ai kërkoi që projektet të jenë të qarta, transparente dhe të përfshin komunitetin lokal në çdo fazë. Përfaqësues të partive në pushtet si Andria Mandić, kryetari i Kuvendit, mbështetën fuqishëm marrëveshjen, duke theksuar se bëhet fjalë për një investitor serioz dhe një mundësi historike për Malin e Zi. Ai tha se ky është një rast për të bërë diçka që do të mbetet pas për brezat e ardhshëm dhe u bëri thirrje të gjithë deputetëve ta trajtojnë me seriozitet këtë çështje. Debatet në Kuvend nxorën në pa ndarjet e thella politike dhe mungesën e konsensusit për projektet strategjike të zhvillimit ekonomik. Nga njëra anë, qeveria shfaqet e vendosur të ecë përpara me marrëveshjet, duke premtuar zhvillim dhe investime, ndërsa opozita dhe shoqëria civile kërkojnë më shumë transparencë, konsultim dhe mbrojtje të interesit publik. Pavarësisht votimit pro në seancën e dieshme, mbetet për tu parë se si do të zhvillohet më tej procesi i miratimit dhe zbatimit të këtyre marrëveshjeve dhe çfarë ndikimi do të kenë ato në jetën ekonomike dhe politike të vendit. Seanca radhës është paralajmëruar që do të mbahet të martën me 22 prill.